pyetja e radhës. Selamu alaikum, hoxhë nderuar. Në hadithin e transmetuar nga Muslimi thuhet: 5 namazet ditore, xhumaja në xhumon tjetër dhe Ramazani në Ramazanin tjetër, janë shlyes për mëkatet që janë ndërmjet tyre, përderisa shmangën mëkatet e mëdha. Pyetja ime është: nëse mëkatet falen nga namazi në namaz dhe pastaj nga xhumaja në xhumo, a ka dallim në llojet e gjunave që falen? A ka mëkate që nuk shlyen me namaz, por vetëm me xhumo apo Ramazan? Dhe si mbeten ato mëkate që nuk falen, a kërkohet pendim i veçantë për to? Allahu të shpërblet. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka cituar ashtu: namaz, salavatul khams, wal jum'atu ila al jum'a, wa ramadan ila ramadan, wal umra ila al umra, në transmetim tjetër edhe umra deri në umrën tjetër, mukaffiratun lima bainahunna idha jtunibat al kaba'ir, i falin gjunahet nëse jemi larguar nga gjunahet e mëdha. Të gjithë komentatorët e hadithit janë të një mendimi se gjunahet e mëdha nuk falen nëpërmjet ibadeteve, por duhet pendim i veçantë. Nëpërmjet ibadeteve falen vetëm gjunahet e vogla, gabimet e vogla, gabimet që janë përditshme dhe të shumta, për të cilat njeriu as nuk e din vamakia që ka gabu, as nuk e din që do të më pendohet të tjera. Por këto kjo që si t'jen gjuna e madh s'falet. Nuk mundesh me thonë që unë pi alkool, e fali drekën pi alkool, tani kur ta fali këndien heket alkooli, ja. Dhe kjo është gjuna e madh. Pastaj gjuna të mëdha, edhe ato kanë mënyrën si njihen prej tyre, dietarë kanë përmendur çdo gjuna ndalesë që ka tekst llogaritet i madh. Çdo vepër për të cilën ka kërcënuar Allahu se ka dënim botën tjetër, llogaritet gjuna e madh. Kështu llogaritën cilat janë gjuna të mëdha, por në shkurtëmi, namazet një nga një, xhumaja deri në xhumo, Ramazani deri në Ramazan, umra deri në umre, haxhi deri në haxh, haxhi për jetën krejt, e fshin gjunat të cilat janë të vogla. Për gjunat e mëdha do të më pendu, veç e veç, dhe në përgjithësi, veç e veç, si ta bëj gjunon më pendu te Allahu. Në përgjithësi, nëse ke harru, do të më pendu te Allahu me shprehje: o Allah, pendohem te ti për të gjitha gjunohet e mëdha që i kam bërë. Direkt, me fjalë. Nëse është për veç e veç, e përmend çat gjuna, normal e përmend fshetas, kush një kërkush, është më mirë më konë në sejdë, është më mirë më konë pjesa 3 e natës e plot elemente tjera, por për gjunohet e mëdha duhet pendim. Kushdo që nuk pendohet pastaj për gjunove të mëdha, te ehli suneti nëse vdes i tillë pa pendim, është në kërcënimin e Allahut, me dashur Allahu e fal, krejtja fal, se është Allah, me dashur të dënon, por nëse e dënon përkohësisht për shkak se me gjunat mëdha, kërkush nuk mbetet në xhehenem për gjithmonë, as kërkush nuk del prej feje. Wallahu a'lam.